Shëndetje zonja dhe zotrinj, edicionin e nisi me një ngjarje tragjike për të cilën ka njoftuar Keku. Korporata Energjetike e Kosovës përmes një lajmërimi me shkrim ka bërë të ditur se sot në termocentralin Kosova B ka ndodhur një incident i rënd, ku është përfshirë një mjet transportues kamion dhe një punonjës. Si pasojë e këtij incidenti, një punonjës mashkull kosovar 55 vjeçar ka pësuar lëndime të rënda. Në vend ngjarje me njëherë kanë dalë zyrtarët e Kekut, Policia e Kosovës dhe ekipet mjekësore, të cilat kanë konfirmuar se viktima ka ndruar jetë. Kek shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së të ndjerit, si dhe kolegëve e të gjithë bashkëpunëtorëve të tij. Autoritetet përkatëse janë duke trajtuar rastin në përputhje me procedurat ligjore, thuhet në njoftim. Policia njoftoi edhe për një burr që është gjetur pa shenja jete, dje në rrugë pranë shtëpisë së tij në fshatin Kërstec i Epërm të Dragashit. Policia, e cila tha se në vendin e ngjarjes ka ndalë një siti i emergjencës, të cilët kanë konstatuar vdekjen e tij, është duke hetuar vdekjen. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML. Policia e Kosovës ka sqaruar se raportime në disa media serbe se gjoja disa shqiptar të maskuar vendosën pengesa në rrugë e pastaj qelluan me 10 plumba ndaj policisë serbe në zonën Madlika, siç quhet zona toksore e sigurisë në Serbinë Jugore. E në bazë të gjitha masave të nevojshme, policia njofton se nuk ka asnjë dëshmi apo të dhënë zyrtare për ndonjë rast evidentuar që ka ndodhur në brezin kufitar. Policia e Kosovës sqaron me përgjegjësi të plotë institucionale se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme policore, duke përdorur të gjitha format verifikuese institucionale, duke rezultuar se nuk ka dëshmi apo të dhëna zyrtare për ndonjë rast të tillë të evidentuar apo të ndodhur në brezin kufitar të asaj zone, shkroi policia në komunikat. Gjykata Supreme ka vërtetuar dënimin me burgim të përjetshëm ndaj Dardan Krivaçës për vrasjen e Marigona Osmanit. Vendimi i Supremës vjen pas ankesës së paraqitur nga mbrojtja e të akuzuarit për veprën penale vrasje e rënd. Në seancën e mbajtur me 22 dhjetor 2025, Kolegji i Shkallës së Tretë, pas shqyrtimit të shkresave të çështjes, pretendimeve të paraqitura në ankesë, propozimit të prokurorisë së shtetit dhe përgjegjës së përfaqësuesit të palëve të dëmtuara, me shumicë votash ka marrë aktgjykim me të cilin refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit, ndërsa vërtetohet aktgjykimi i gjykatës themelore në Ferizaj dhe aktgjykimi i gjykatës së apelit. Me aktgjykimin e shkallës së parë, i akuzuari Dardan Krivaça ishte shpallur fajtor për veprën penale vrasje e rënd dhe ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Aktgjykimi ishte vërtetuar edhe nga gjykata e shkallës së dytë, thuhet në njoftimin e gjykatës. Në dhomat e specializuara në Hag ka nisur gjykimi i dytë ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaqit për ndërhyrje në drejtësi. Në gjykatore, Thaqi është deklaruar i pafajshëm për aktakuzën e dytë që i është ngritur nga Haga për ndërhyrje në drejtësi. Plotësisht i pafajshëm, ka thënë Thaqi i pyetur nga gjyqtari. Edhe të gjithë të tjerët e akuzuar për këtë rast, Bashkim Smakaj, Fadel Fazliu, Isni Kilaj dhe Haridin Kuqi, janë deklaruar të pafajshëm lidhur me akuzat që ju ngarkohen. Më 29 nëntor 2024, gjykatësia e procedurës paraprake dhomave të specializuara të Kosovës konfirmoi aktakuzën kundër Hashim Thaqit, Bashkim Smakaj, Fadel Fazliut, Isni Kilajt dhe Haridin Kuqit dhe më pas lëshoi 4 flet arrestime dhe 1 flet thirrje. Në aktakuzë të akuzuarit akuzohen për vepra penale që lidhen me pretendime për përpjekje të paligjshme për të ndikuar në dëshmit e dëshmitarve në gjykimin e krimeve të luftës, Thaqi dhe të tjerët.
Nisma social-demokrate ka dalë me një propozim sa i përket çështjes së presidentit të ri të vendit. Vesel Krasniqi nga Nisma social-demokrate ka thënë se kryetari i subjektit të tij, Fatmir Limaj, është personi më adekuat për pozitën e presidentit të vendit. Zotri Limaj është një nga figurat më unifikuese të skenës politike në Kosovë, gjithashtu personalitet i njohur në jetën politike dhe historike të Kosovës. Gjatë luftës së viteve 1998-99, ai ishte ndër komandantët më të shquar në kuadër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tha ai ndër të tjera në postim dhe ftoi partitë politike që ta zgjedhin Limajin. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka bërë të ditur se është në pritje të përgjigjeve përfundimtare nga partitë politike për bashkëqeverisje në kryeqytet, ndërsa paralajmëroi se kabineti i ri pritet të prezantohet brenda ditëve në vijim. Rama theksoi se qeverisja në kryeqytet është në vazhdimsi të mandatit të kaluar, por me disa ndryshime. Publike të gjitha partive, tash janë lajmëru disa jo, edhe e kemi tash po them disa presin ndoshta edhe për zgjedhjet parlamentare, po në zgjedhjen e presidentes, pra nuk kam dash me bo presion ndaj asnjë partie, për arsye se po them është për mirën e kryeqytetit që në momentin kur edhe kemi një formulë të sakt, ja u prezentojmë qytetarëve të kryeqytetit. Mirë po, deri atëherë po them, ne jemi duke punu, kemi një ekip të mrekullueshëm në kryeqytet, pra të gjitha drejtorit i kanë drejtorat e vet, jemi duke vazhdu me punë në gjitha pjesët e kryeqytetit, pra kjo nuk ka asnjë impakt negativ, pse ne nuk e kemi bën ndoshta diçka të re. Mirë po, qasja ime ka qenë edhe mbetet, që duhet të jetë një koalicion i gjerë në nivelin e kryeqytetit, sepse kemi punë të mëdha. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet për këtë edicion. Ju vazhdoni të qëndroni me televizionin të 7. E për më të rejat e fundit, keni portalin Gazeta Express. Mirëmbëjtje.